Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković tha se populli serb në Kosovë tregoi përgjegjësitë e plotë në zgjedhje dhe doli në numër të madh dhe se lista serbe fitoi pothuajse 3000 vota më shumë se sa në zgjedhjet e shkurtit. Petković theksoi se fitoria e listës serbe do të thotë mbi të gjitha mbijetesa serbe në Kosovë. Ai tha se pret një rundë të ri të dialogut në Bruksel që në janar dhe theksoi se një zgjidhje politike mund të gjendet vetëm në tryezën e bisedimeve. Sepse nuk kemi dialog, atëherë kemi një krizë në terren dhe për shkak të kësaj serbët vetëm vuajnë, tha Petković. Ai kujtoi se 2 vjet më parë Bashkimi Evropian doli me një kërkesë të qartë që Prishtina të deeskalojë situatën në veri të Kosovës dhe se kjo nuk ndodhi. Bashkëkryetari i Këshillit Evropian për marrëdhënie me jashtë ish kryeministri suedez dhe ish i dërguari i Bashkisë Evropiane Carl Bildt vlerësoi se pas fitores së vetëvendosjes në zgjedhjet në Kosovë, perspektivat për përparim në normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës janë të dobta sepse Albin Kurti po bllokon zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Ai gjithashtu deklaroi se me votet e fituara Kurti duhet të jetë në gjendje të formojë qeverinë, por i vlerësoi perspektivat për normalizimin e marrëdhënieve si të zymta. Komisioni Qendror Zgjedhor i Kosovës njoftoi se lista serbe në komunën e Mitrovicës Severit fitoi 5214 vota, që është 95% e votave të komunitetit serb, ndërsa Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë mori 204 vota dhe Aleanca për Kosovën 67 vota. Ndër kandidatët për deputet Zlatan Eleku, udhëheqësi i listës serbe, është i pari ndjekur nga Igor Simić dhe Nemanja Bishevac. Ju kujtoj mbrëm se përfunduan numërimin në Shtërps, ku lista serbe fitoi gjithashtu mbi 90% e votave të komunitetit serb dhe 10 kandidatët e parë për deputet janë nga lista serbe. Bazuar në 25% e votave të numëruar në nivelin e tërë Kosovës, lideri i vetëvendosjes Albin Kurti ka më shumë vota i ndjekur nga zyrtarët e koalicionit e tij Glau Konjufca, Hekuran Morati, Albolena Haxhiu, Donika Gërvalla, Xhelal Sveqa dhe Mimoza Kosari Lila. Ndër parti tjera edhe liderët e tyre u renditën më mirë: kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku dhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Analistët politikë në Prishtinë vlerësojnë se propaganda shoqërore, ofenziva politike e Albin Kurtit, por edhe mosveprimi i opozitës e sollën vetëvendosjen i fitore të madhe zgjedhore. Sadri Ramebaja beson se fitoria është rezultat i përqendrimit të pensionistët, nënat dhe fëmijët, të cilët për herë të parë janë përfshirë në politikën e qeverisë së Kurtit në një mënyrë të strukturuar. Yll Hoxha thotë se fitoria është rezultati i punës dhe ofenzivës së vazhdueshme politike të Albin Kurtit, i cili ka punuar vazhdimisht për këtë që nga zgjedhjet e fundit. Visar Ymeri kritikoi partitë opozitare duke thënë se ato të ishin më aktive gjatë gjithë mandatit, jo vetëm para zgjedhjeve, dhe Astrid Gashi beson se votuesit e ndëshkuan Lidhjen Demokratike të Kosovës sepse foli negativisht për vetëvendosjen. Borim Ramadanin nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës vlerësoi se qeveria kryesuar nga vetëvendosja bleu vota duke i dhënë 100 euro pensionistëve dhe fëmijëve, shkruan Gazeta Ekspres. Ramadani shtoi se deklarata e ministrit të financave në mandatin teknik Hekuran Morati pati një ndikim të madh në fitoren e vetëvendosjes, e cila, siç tha ai, nëse nuk formohet qeveria, nuk do të ketë paga në sektorin publik. Ishte friksimi i tipit: nëse nuk votoni për ne, nuk do të paguani, tha Borim Ramadani. Organizata veteranëve të luftës së UÇK-s shënoi ditën e veteranëve duke vendosur lule në kompleksin memorial Adem Jashari në Përkras. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Hysni Gucati përmendi ish udhëheqësit e UÇK-s që ndodhen në paraburgim në GH, duke vlerësuar se festimi i ditës së veteranëve është i paplot pa praninë e tyre. Gucati kritikoi institucionet e Kosovës për, siç tha ai, mungesën e ligjit për vlerat e luftës, duke theksuar se veteranët ende përballen me probleme të shumta.
Moti nesër do të jetë shumë i ftohtë me pak diell dhe vranësira, reshja afatshkurte bore janë të mundshme në disa pjesë të Serbisë do të fryjë relet veri perëndimore. Temperatura e mëngjesit do të jetë nga -9 deri në -2, kurse ajo maksimale ditore nga -3 deri në 2 gradë Celsius.